O vllavi jam agjëros dhe motrë ndershme agjërose, wallahi du me ja thonë të fjalë, disa fjalë që shpresoj të Allahu xhaleshanu, që ndikojnë inshallah në zemrat tona dhe shpresoj të Allahu që Allahu do të na paguon në ditën e Kiametit. Inshallah këto fjalë do të na qesën peshorën, kanarin ku aty të na matën veprat tona, gjunahet dhe veprat të mira. Nesër vëllezër të ndershëm, si të dalet dielli, si të ngrihet dielli, do të falet sabahi, secili prej nesh, si cila non vallahi e merr evladin e vet elan dhe ja vesh teshat më të bukura, ha sillën e bajramit, prej lloj ushqime, lloj ëmbëlsina që i ka përgatit. Vëllezër të ndershëm dhe motra të ndershme, mos harrojnë ti kujtojmë jetimat, ti kujtojmë fëmijët që janë jetimat, ai i cilët ti kujtojmë fëmijët të cilët nuk kanë bab, nuk ka bab që t'ja bëjë për hajër bajramin, nuk ka bab që të marrë ta puthje vladin e vet, nuk ka bab që t'ja lëmoje kokën e vet djalit të vet. Ndoshta prindë ative muslimanëve janë jetima, ndoshta dikush ka shku te Allahu, ndoshta dikush tash da përfronte pret shpërblimin të Allahut apo pret shahidllokun. Mos ta harrojnë në atë vajzë të vogël e cila është baba, kur nesër të dalet të luje me vladët, të luje me shoqet e veta në kushi, dhe ta shoh se krejt vajzat, krejt shoqet e saj kanë vesh tesha të reja, krejt shoqet e saj kanë vesh kundra të reja. Ai ndalet jetimja e shkret dhe i shikon dhe secili fëmijë po del para shtëpisë së vet, e pret babën e vet kur ti vjen prej namazit të bajramit. Secili fëmijë del dhe pret babën e vet, kurse jetimja del dhe e shikon. Secili bab duke marrë vladin e vet, duke puthë vladin e vet, duke lakuar vladin e vet. Jetimas po i shkojnë natën dhe po thot ku është baba jam, se unë asë meritoj që të puthje baba jam. Ku i kam teshat e bukra si shoqet e mia, ku i kam pucat e reja si shoqet e mia, a nuk e meritoj unë, a që na e shumë kam ba, se unë nuk kam ba. Ku e kam babën tëm, ku e kam babën tëm, edhe unë du që baba jam të puthje, edhe unë du babën tëm të pres prej namazit të bajramit. O musliman, ku është baba jam, kushtu fëmijët o lezër për vrasën, kushtu nesër për e presër bajramit për bitë e muslimanve, po qajnë për e kërkën babën e vetë. O lezër do të bojnë dua për vlezërit tonë që ka janë atje, për fëmijët e jetimave, për fëmijët e jetimave, njerë për atë nonë, e cila kur e shë e vladin e vetë, duke qajnë, i afronë nonës dhe i këthe në shtëpi. Oj nërë, ku është baba jo? Oj nërë, ku i kena babën tonë? Nërë nona shkret, me zemër të përvlu, i afronë e vladët e vetë dhe ju thotë, bojni sabër e vladët e mi, bojni sabër e vladët e mi, se baba ju isha la shëjt, baba ju është në burg, baba ju të vrat shpërblimin Allahut. O vladët e mi, mos o mërzitni, se inshallah baba të i gjennet dhe të takoni, inshallah Allahu gjennet dhe vrat. O lezër, kështu vrasën muslima, kështu jetimat për trasën, kam qef dhe të babën tëm të shodu kuqesh, të ullë në prejnin e babës tëm. Mos t'i harrojmë jetimat o vlezër, për qafojni pas pari jetimat, ku shkate një jetim afër, ku shkate një jetim afër për qafojni vëllaj. Sa ata janë të përvlu, lusëm Allahin Gjellëshanu, që Allah nesër muslimanve gëzim të jabon në çdo tokë. Lusëm Allahun që Allah mos t'ja mundson as një raket të plasje mbi shtëpiat e muslimanëve nesër. Lusëm Allahun që as një raket mos të plaset mbi xhamiat e muslimanëve. Lusëm Allahun që Allah nesër të gëzon, mos t'ja bën ditë të pikëllimit, se armiqtë e Allahut gjithmonë i kanë sulmu muslimanët në ditën e bajramit o vëllezër musliman. Bojni dua, mos t'i harrojmë vëllezërit tonë, mos t'i harrojmë jetimat, mos t'i harrojmë fëmijët e muslimanëve. O vëllezër të ndershëm, inshallah të ta bëjmë ballë këtu. Lut Allahun xhaleshanu e xhelalu. Ku kam gabu është prej meje dhe prej shejtanit, ku e kam qëllu është prej Allahit xhaleshanu e xhelalu.